Mirëmëngjesi miqtë e mi, me këtë borzilokun që sa po e mlodha në për vazo. Shi si është, ta është gjallë më shish. O, Perëndi, që vetëm do një vend me dritë dhe ujë, asgjë tjetër. Sot do bëj pesto. Peston gjenoveze. Si gjenovez nuk e bëjmë dot, po mundohemi t'i afrohemi. Është fantastike. Del o zoti madh çat hash. Gramës për toni, u lodha tu ju thonë. Miqtë e mi, e përfundova peston, qik lodhje për zotin, se do shumë nerva, durim dhe dashuria, o kam thënë si çdo gjë, po ka dalë, e shifni vetë. Jo kam thënë dhe herë tjetër, çdo përbërës është shumë i rëndësishëm. Të gjithë, nuk duhet të heqës asgjë, sidomos hudhrën, vaj ullirit, pa krip, parmigiano pa tjetër, arra, lajthi, stika është më e mira. Qartë keni mundësi, po ju siguroj që janë gjëra 100% bio. Edhe ju them të drejtë, një kavanos si ky në Itali unë e kam marrë 6 euro. Kurse këto për zotin janë goxha më të mëdhej, besoj shikoni. Dhe kam bo goxha 4 kavanoza, po. Gjithë të mirat, gra, edhe po spatët në për balkone, në për vazo, shesin fshatarët sa doni me tufa. Boni në qik pesto për kalamajt. Miqtë e mi, ja pesto përfundoj. Pesto do me pa tjetër frigorifer. Bile është mirë e në 0 grad. Unë aty e mbaj dhe nuk e gjenë gjë për 100 vjetë. E shikoni, jo jashtë, si duket nga hudhra. Pa tjetër frigorifer, shisa ka dalë. Ka bonona për mbesën, për dashulin, për që na jetën që na ka ndryshu.